Data 22 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 27. Atëherë Mojsiu dhe pleqtë e Izraelit i dhan popullit këtë urdhër: respektoni të gjitha urdhërimet që po ju caktoj sot. Ditën që do të kapërceni Jordanin për të hyrë në vendin që Zoti, Perëndia juaj ju jep, do të ngresh për vete gur të mëdhenj dhe të t'i lyesh me gilqere. Pastaj do të shkruash mbi ta tërë fjalët e këtij ligji, kur të kapërcesh Jordanin për të hyrë në vendin që Zoti, Perëndia yt të jep, një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt, ashtu si të ka thënë Zoti, Perëndia i jetërve të tu. Kështu pra, kur të kaloni Jordanin, do të ngrini në malin e Bal këta gur që sot ju urdhëroj dhe do t'i lyeni me gëlqere. Aty do t'i ngresh edhe një altar Zotit, Perëndisë tënd, një altar gurësh mbi të cilët nuk do të përdorësh vegël hekuri. Do të ndërtosh altarin e Zotit, Perëndisë tënd me gur të pacënuar dhe mbi të do t'i ofrosh holokauste Zotit, Perëndisë tënd. Do të ofrosh flijim me falenderimi dhe aty do të hash dhe do të gëzohesh përpara Zotit, Perëndisë tënd, dhe do të shkruash mbi këta gur tërë fjalët e këtij ligji me gërma shumë të qarta. Pastaj Mojsiu dhe priftërinjtë Leviti folën tër Izraelit duke thënë: mbaj qetësi dhe dëgjoj Izrael. Sot je bërë populli i Zotit, Perëndisë tënd. Do t'i bindesh pra zërit të Zotit, Perëndisë tënd, dhe do t'i zbatosh urdhërimet dhe ligjet që sot të urdhëroj. Po atë ditë Mojsiu i dha këtë urdhër popullit duke i thënë: ja, këta do të rinë në malin Gerizim për të bekuar popullin kur të keni kapërcyer Jordanin. Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Jozefi dhe Benjamini. Dhe ja, këta do të rinë në malin e Bal për të shqiptuar mallkimin. Rubeni, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani dhe Neftali. Levitët do të flasin dhe do të thonë me zë të lartë gjithë burrave të Izraelit: mallkuar qoftë ai njeri që bën një shëmbëlltyr të gdhendur o prej metalit të shkrirë, gjë e neveritshme për Zotin, vepër e duarve të një artizani dhe e vendos në një vend sekret. Dhe tërë populli do të përgjigjet dhe do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që përçmon atin ose nënën e tij, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që zhvendos kufit e të afërmit të tij, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që i humb rrugën të verbrit, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që cënon të drejtën e të huajt, të jetimit dhe të gruas së ve, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me gruan e atit të tij, sepse ka ngritur cepin e mbulesës së atit të tij, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me çfarëdo kafshe, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me motrën e tij, me bien e atit të tij ose me bien e nënës së tij, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me vjerrën e tij, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që vret të afërmin e tij në mënyrë të fshehtë, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që pranon një dhuratë për të goditur për vdekjet një të pafajshëm, dhe tërë populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që nuk u përmbahet fjalëve të këtij ligji për t'i zbatuar, tërë populli do të thotë: amen. Ligji për të rirë. Kapitulli 28, vargu 1 deri në 19. Tani në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh tërë urdhërimet e tij që sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë që Zoti, Perëndia yt, do të lartësojë mbi të gjitha kombet e dheut. Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të zënë në rast se dëgjon zërin e Zotit Perëndisë tënd. Do të jesh i bekuar në qytete dhe në fshatra. I bekuar do të jetë dhe fryti i barkut tënd, fryti i tokës dhe i bagëtisë sate, pjelljet e lopëve të tua dhe fryti i deleve të tua. Të bekuara do të jenë shporta dhe magja jote. Do të jesh i bekuar kur hyn dhe i bekuar kur del. Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu që ngrihen kundër teje të munden para teje. Do të dalin kundër teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje nëpër 7 rrugë. Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të ndodhet mbi ty në hambaret e tua dhe mbi të gjitha ato gjëra ku ti do të vësh dorë, dhe do të bekojë në vendin që Zoti Perëndia yt të jep. Zoti do të vendosë në mënyrë që të jesh për të një popull i shenjtë, ashtu si të është betuar, në qoftë se do të respektosh urdhërimet e Zotit Perëndisë tënd dhe do të ecësh në rrugët e tij.
Kështu tërë popujt e dheu do të shohin që ti je i thirrur me emrin e Zotit dhe do të kenë frikë prej teje. Zoti, Perëndia yt, do të të mbush me të mira, me frytin e barkut tënd, me frytin e bagtisë sate dhe me frytin e tokës sate në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve të tu. Zoti do të hapë për ty qiellin, thesarin e tij të mirë për t'i dhënë tokës sate shiun në kohën e duhur dhe për të bekuar veprën e duarve të tua. Ti do t'u japësh hua shumë kombeve, por nuk do të marrësh asgjë hua. Zoti do të bëjë që të jesh koka dhe jo bishti, dhe do të jesh gjithnjë lart dhe kurrë poshtë, në rast se u bindesh urdhërimeve të Zotit Perëndis tënd, që sot të urdhëron ti respektosh dhe ti zbatosh. Kështu nuk do të shmangesh as djathtas as majtas nga asnjë prej fjalëve që sot ju urdhëroj për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për të shërbyer atyre. Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit Perëndis tënd për të respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet dhe të gjitha statutet e tij që sot të urdhëroj, do të ndodhë që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe do të dëgjejnë. Do të jesh i mallkuar në qytet, dhe do të jesh i mallkuar në fshat. Të mallkuara do të jenë shporta jote dhe mangja jote. I mallkuar do të jetë fryti i barkut tënd, fryti i tokës sate, pjelljet e lopëve të tua dhe fryti i deleve të tua. Do të jesh i mallkuar kur hyn dhe i mallkuar kur del. Psalmi 119, vargjet 1-24. Lum ata që kanë një rrugë pa njoll dhe që ecin me ligjin e Zotit. Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemër, dhe nuk kryejnë të keqen, por ecin në rrugët e tij. Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhërimet e tua me kujdes. Rrugët e mia qofshin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të tua. Atëherë nuk do të turprohem kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e tua. Do të kremtoj me zemër të drejtë, ndërsa mësoj dekretet e tua të drejta. Do të respektoj statutet e tua, mos më braktis plotësisht. Si mundet një i ri të bëj rrugën e tij të pastër, duke e ruajtur me fjalën tënde? Të kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lër të devijoj nga urdhërimet e tua. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time që të mos më katoj kundër teje. Ti je i bekuar o Zot, më mëso statutet e tua. Me buzët e mia kam numëruar të gjitha dekretet e gojës sate. Gëzohem duke ndjekur porositë tua, ashtu sikur të zotëroja tërë pasuritë. Do të mendoj thellë mbi urdhërimet e tua dhe do të marr në konsiderat shtigjet e tua. Do të kënaqem me statutet e tua dhe nuk do të harroj fjalën tënde. Bëj të mirë shërbëtorit tënd dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën tënde. Hapi sytë e mi dhe unë do të sodis mrekullitë e ligjit tënd. Unë jam i huaj mbi dhe, mos mi fshih urdhërimet e tua. Shpirti im tretet nga dëshira për dekretet e tua në çdo kohë. Ti shorton kryelartët që janë të mallkuar sepse largohen nga urdhërimet e tua. Hiq prej meje turpin dhe përbuzjen, sepse unë i kam respektuar porositë e tua. Edhe sikur princat të ulen dhe të flasin kundër teje, shërbëtori yt do të mendohet thellë mbi ligjet e tua. Porositë e tua janë gëzimi im dhe këshilltarët e mi. Isaia, kapitulli 54. Nga zollo shterp që nuk lindje, shpërthe në britma të larta gëzimit ti që nuk provoje dhimbjet e lindjes, sepse fëmijët e së shkretes do të jenë më të shumë se fëmijët e gruas së martuar, thot Zoti. Zgjero vendin e çadrës sate dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim, zgjati litarët e tu dhe përforco kunjat e tu, sepse do të shtrihesh në të djathtë dhe në të majt, pasardhësit e tu do të zotërojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e shkretuara. Mos u frikso sepse nuk do të ngatërohesh, mos ki turp sepse nuk do të skuqesh. Do të harrosh madje turpin e rinisë sate dhe nuk do ta kujtosh më çnderimin e verisë sate. Sepse krijuesi yt është dhëndri yt, emri i tij është Zoti i ushtrive, shpengimtari yt është i shenjtë i Izraelit, i quajtur Perëndi i tërë tokës. Sepse Zoti ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikëlluar në frymën e saj, si nusja e rinisë që është për zën, thot Perëndia yt. Të kam braktisur për një çast të shkurtër, por me dëmshuri të pamas, do të mbledh. Në një shpërthim zemrimi të kam fshehur për një çast fytyrën time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dëmshuri për ty, thot Zoti, shpengimtari yt. Por mua ky do të jetë një fakt, si ujërat e Noeut, ashtu siç u betova që ujërat e Noeut nuk do të mbulonin më tokën, kështu betohem që nuk do të zemrohem më me ty dhe nuk do të kërcënojmë. Edhe sikur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje, as beslidhja e paqes nuk do të hiqet, thot Zoti,
që ka dëmshëri për ty. O e pikluar, e rrahur nga stuhia, e pa ngushëlluar, unë do të ngallmoj guret e tu të çmuar në antimon dhe do të themeloj mbi safirët. Do t'i bëj bedenat e tua prej rubinësh, portat e tua prej gjevahiri dhe tërë rrethimin tënd prej gurësh të çmuar. Tërë bitë e tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe ka përqen paqja e bijve të tu. Ti do të vendosesh ngultas në drejtësi. Do të jesh larg nga shtypja, sepse nuk duhet të trembesh më edhe nga tmerri, sepse nuk do të afrohen më ty. Ja dhe mund të mblidhen kundër teje, por kjo nuk do të jetë nga ana ime. Cili do që do të mblidhet kundër teje do të rrëzohet para teje. Ja unë kam krijuar kovaqin që i fryn prushit e zjarrit dhe nxjerr prej tij një vegël për punën e tij dhe kam krijuar shkatërruesin për të prishur. Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë, thot Zoti. Mateo, kapitulli 2. Edhe Jezusi, si lindi në Betlehem të Judes, në ditët e mbretit Herod, ja dietarët nga lindja erdhën në Jeruzalem. Duke thënë: Ku është mbreti i judejve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë. Por mbreti Herod, kur dëgjoi fjalët, u shqetësua dhe mbar Jeruzalemi bashkë me të. Dhe masi i mlodhi të gjithë kryepriftrin dhe skribët e popullit, u kërkoi ku duhet të lindte Krishti. Dhe ata i thanë: Në Betlehem të Judes, sepse është shkruar nëpërmjet profetit: Dhe ti Betlehem, toke Judes, nuk je as pak më e vogla ndër sundimtarët e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullot popullin tim, Izraelin. Atëherë Herodi i thirri fshehurat e dietarët dhe i pyeti me hollësi rreth kohës së shfaqjes së yllit. Dhe i dërgoi në Betlehem dhe tha: Shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më njoftoni, që të vi edhe unë ta adhuroj. Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje, u shkonte përpara atyre, derisa erdhi dhe qëndroi përmbi vendin ku ndodhej fëmia. Por kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe pasi erdhën në shtëpi, pan fëmijën dhe Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhanë dhurata, ar, livand dhe mirë. Pasi u lajmëruan në mënyrë hyjnore në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Por pasi u kthyen ata, ja, një angjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit dhe i tha: Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty derisa të lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë. Jozefi pra u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij natën, iku në Egjipt. Dhe qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit, duke thënë: Prej Egjiptit thirra birin tim. Atëherë Herodi, duke parë se dietarët e kishin vënë në lojë, u zemrua fort dhe dërgoi e vrau të gjithë djemtë që ishin në Betlehem dhe në tërë rrethinën e tij nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës të cilën e kishte hetuar me kujdes nga dietarët. Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë nga profeti Jeremia, që thotë: Në Rama u dëgjua një klithmë. Vaj, sharja dhe gjëm e madhe. Rakela vajton bijtë e saj dhe nuk do të ngushëllohet, sepse ata nuk janë më. Pasi vdiq Herodi, ja një angjëll i Zotit i shfaqet në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i thotë: Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe shko në vendin e Izraelit, sepse ata që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur. Dhe ai u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe erdhi në vendin e Izraelit. Por kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Jude në vend të Herodit, atit të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe mbasi u lajmërua në mënyrë hyjnore në ëndër, iku në krahinën e Galiles. Dhe mbasi arriti atje, banoi në një qytet që quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që ishte thënë nga profetët: Ai do të quhet Nazarenas.